Zotin Gjok Vuksani. Të përshëndes. Përshëndetje, shënatësi. Faleminderit që na bashkoheni. Nuk e di, gjatë këtyre ditëve, të gjithë ne po përballemi me një rritje të çmimeve, të frutave, të perimeve, që ende është e paqartë nëse kemi të bëjmë me një abuzivitet në treg si pasojë këtyre lajmeve që vijnë nga lufta dhe rritja e zinxhirit, se po rriten të gjitha, jo vetëm fruta e perime, por kudo që shkon për ndonjë shërbim, është reflektuar apo s'është reflektuar, këto po rriten. Mirë po, kur vjen puna tek fruta e perime dhe tek produktet e shportës, ka një ndjeshmëri shumë herë më të lartë, që duket se të paktën te fruta e perimet kanë nxjerrë në pa që ne kemi ndoshta mungesë të prodhimit vendas, edhe pse i shohim fermerët që her pas here i hedhin në kanal. A mund ta shpjegoni çfarë realisht po ndodh? Pse është i gjithë kjo situatë? Unë mendoj se janë dy probleme kryesore që kanë ndikuar thelbësisht në rritjen e çmimit të produkteve bujqësore në Shqipëri. Në radhë të parë është mungesa e prodhimit vendas si sasi. Pra, si pasojë e përmbytjeve 2 apo 3 herë të zonave të Beratës, sidomos dhe Fierit, ka patur një prodhim më të reduktuar në masën rreth 30% ose edhe më shumë të sasisë e prodhimit normal që prodhohet çdo vit nga serat, sepse tash kryesisht del prodhimi i hershëm nga serat me ngrohje diellore. Ky është si thuhet shkaku i parë dhe si pasojë e ofertës më të vogël të perimeve në tregun shqiptar, ka ndodhur edhe rritja e çmimit të perimeve kryesisht. Së dyti, një faktor shumë i rëndësishëm është rritja e çmimit të naftës. Siç e thani ju shumë mirë, ky është një faktor që ndikon jo vetëm në çmimin e produkteve bujqësore, por në gjitha shërbimet, sepse në një mënyrë apo në një tjetër, gjithë aktiviteti ekonomik e vendit tonë është i lidhur pikërisht me çmimin e naftës. Por, si thuhet, fatkeqësia e fermerëve është akoma më e madhe se me rritjen e çmimit të naftës, qeveria shqiptare ka hequr skemen për mbështetjen e naftës. Pra, në qoftë se duhet të ndodhte e kundërta, që në një farë mënyrë qeveria të marrin masa për reduktimin e kostos të fermerit, nuk e di me çfarë mendime dhe me çfarë guximit, qeveria shqiptare ka hequr skemen e mbështetjes me naftë që ka 5 vite që aplikohet në Shqipëri, dhe në një farë mënyrë fermeri është ndodhur përpara 2 këqijave, rritjes së çmimit të naftës dhe heqjes së mbështetjes buxhetore për reduktimin e kostos së prodhimit. Nga ana tjetër është rritur me Nga ana tjetër është rritur me 30 deri në 40% inputet bujqësore. Pra krahas rritjes së çmimit të naftës, sot është me 2100 lekë, janë rritur plehrat, janë rritur fidanët, janë rritur produktet e mbrojtjes bimëve, ushqyesit e bimëve e kështu me radhë. Pra, si thuaç, fermeri shqiptar ka marrë një goditje. Punon tokën me naftën 2100 lekë, i hedh inputet plehrat dhe PMB-t me një çmim të rritur 30-40% dhe patjetër kjo kosto e rritur e prodhimeve do të vijë në treg dhe do të, si thuaç, paguhet në fund nga gjithë konsumatorët shqiptarë. Ndërkohë, nëse ne i faturuam të gjitha ato se çfarë ka ndodhur rasti i përmbytjeve që ne bashkë kemi analizuar, kjo çështja e çmimeve që ndikon sepse ka një efekt zinxhir. Tani dalim tek teza tjetër që jemi në mungesë të produktit vendas. Atëherë, a mundet që ta analizojmë së bashku dhe zinxhirin e mënyrës se si vjen në treg produkti shqiptar i cili është i penalizuar edhe për shkak të importit? Sepse ne shohim që ata e demonstrojnë që e shesin nën kosto, e hedhin në kanal, kjo historia që përsëritet për të ardhur keq, flas tu për patatet që jepet trangut edhe tek produktet e qumshit që ata kanë një hall tjetër. Ndërkohë ne këtu në Tiranë apo në qendrat e mëdha i marrim të shtrenjta produktet. Eksporti është një faqe tjetër e problematikës së çmimit të produkteve bujqësore në përgjithësi dhe perimeve me që po flasim veçanti. Sipas statistikave, eksportet shqiptare vijnë nga vendet e rajonit, vijnë nga Greqia, po vijnë nga Turqia dhe nga vende të tjera, të cilat nuk janë aq shumë të prekur nga kriza e luftës në Gjirin Persik. Por
kemi një rritje, mund them, artificiale të çmimit të importeve shqiptare. Sipas medias, domatja për shembull vjen me 500-600 lekë të vjetra në dogan, çdoganohet me këtë çmim dhe shitet me 3.000 apo 4.000 lekë të vjetra në treg. Pra, e parë në këtë këndvështrim ka një lloj abuzimi nga importuesit e produkteve ushqimore, të cilët duke parë, si thuaç, gjendjen e luftës, nëse mund të themi, në gjithë rajonin, ato si mundohen që të marrin maksimumin e fitimit si pasojë e importit. Duhet të themi edhe diçka tjetër, shumë e rëndësishme ta themi. Në Shqipëri aplikohet një regjim të VSH shumë i gabuar për sa i përket produkteve bujqësore. Kemi 0% në futje dhe 20% në dalje. Pra e thënë më thjesht, në qoftë se një grumbullues apo një përpunues i qumshtit e merr qumshin në Divjak apo në Korçë apo në Shkodër, ai nuk kompensohet për 20% të VSH-s që merr nga prodhuesit shqiptar. Ndërsa nëse produkti vjen nga importi, nga Serbia apo nga Hungaria, ai merr menjëherë 20% të VSH-s mbrapsht si pasojë e këtij produkti që vjen nga importi. Që në këtë moment çmimet e produkteve shqiptare, si thua, janë 20% më të shtrenjta se sa ato të importit. Dhe e thënë me fjalë thjeshta, fermeri shqiptar e ka të humbur betejën me fermerin rajonal dhe me produktet e importit në Shqipëri. Tani, skemën kombëtare, rikthejmë dhe një herë, e para njëherë sa e konsultuar është dhe si mundet të ndikoj, sepse në fund ditës fermerët syt i kanë tek mënyra se si do trajtohen, edhe sa do të injektohet para që ata të mbijetojnë. Ndërkohë, nxjerrjen e produktit e kanë me probleme, sepse magazinimi derisa të vi këtu nxjerr fitues të tjerë dhe jo ata që e kanë punuar për shkak të mungesës së rregullave të qarta të lojës që duhet t'i kontrollojë shteti, qeveria dhe institucionet që paguhen me taksat tona. Por të shkojmë pak aty tek ajo se çfarë këta bëjnë her pas here, sepse kjo puna e skemës po bëhet gati dhe e pakuptueshme. Nuk flas për ne që për shkak të punës hym dhe do ta lexojmë të gjithë materialin, po për fermerin që ndoshta nuk e ka shumë qartë dhe mund të humbasi, nuk arrin ta kuptojë, mund ketë një keq informacion, a është konsultuar një herë e para dhe e dyta çfarë sjell, çfarë mund të shkaktojë kjo skem? Si ju pra e keni parë? Skema mbështetje është një histori në vete për sa i përket mënyrës hartimit dhe të realizimit të saj. Normalisht, para se të vendoset një skemë mbështetje me fondet qeverisë shqiptare, duhet bëhet një studim paraprak. Për sa i përket skemës së kaluar, sa eficientet ka pas kjo skemë, ça efektivitetit ka patur parat e hargjuar në sektor të ndryshëm të bujqësisë shqiptare dhe pastaj mbi bazën e këtij studimi ngrihet skema e vitit të ardhshëm. Fatkeqësisht, me përjashtim të ca takimeve që janë bërë me fermerët, nuk ka pati një studim paraprak dhe nuk ka një studim për vazhdueshmërinë e skemave kombëtare. Dhe unë jam i sigurt se asnjë nga fermerët nuk ka kërkuar që të hiqet skema e naftës, e cila ka mbështetur gjatë vitit 2025 50.000 fermer shqiptar, ose më shumë se 2/3 e gjithë fermerëve që kanë përfituar nga skemat mbështetëse. Dhe vetëm 15.000 fermer janë mbështetur gjatë vitit 2025 me 7 skemat e tjera të mbështetjes. Pra, që në kryeherë duhet të themi se skema mbështetëse, për bujqësinë nuk ka patur si thua një bazë shkencore mbi të cilët është ngritur dhe do të zbatohet gjatë 2026. Për të ardhur në terma konkret, krahas heqjes së skemës për mbështetjen e naftës, është hequr edhe një skemë që ka të bëjë me mbështetjen e kultivimit të perimeve, kryesisht në serë, por edhe në fushë të hapur. Pra, edhe kjo besoj se ka ndikuar në rritjen e çmimit të produkteve të perimeve në Shqipëri dhe do të vazhdojnë të ndikojnë sepse do të rritet kosto e prodhimit të tyre. Për të ardhur në momentet e tjera, unë përshëndes faktin që është ulur kufiri i poshtëm i
mbështetjes për lopët, dhitë dhe delet, dhe që është futur për herë të parë edhe mbështetja për derrin. Por këto nuk mjaftojnë në qoftë se e shikojnë në total, sepse është hequr një skemë që ishte skema mbështetjes për naftën dhe nuk është kompensuar me një skemë tjetër. Është vendosur një skemë për sa i përket mbështetjes me 100.000 lekë për çdo hektar tokë, por është vendosur nga vendimi i Këshillit Ministrave një kufi poshtë mbi 3 hektar. Pra do mbështeten vetëm fermerët që kanë mbi 3 hektar tokë. Por mbi bazën e statistikave të Instatit, vetëm 6% e fermerëve shqiptar kanë fermat e tyre me sipërfaqe mbi 3 hektar, ndërsa 94% e gjithë fermave shqiptare janë poshtë këtij kufiri. Pra duket sikur është ngritur një skemë duke përjashtuar shumicën e fermerëve shqiptar dhe për mua edhe kjo është një vendim i guximshëm kur në kohën e krizës, në kohën e rritjes së çmimit të produkteve ushqimore ti vendos skema preferenciale duke rritur kufit e poshtëm të mbështetjes. Pra gjendja është, si thua, e vështirë dhe skemat mbështetëse për bujqësinë për vitin 2026 nuk është se shkojnë në dojtimin e reduktimit kostos dhe në uljen e çmimit produkteve në tregun shqiptar. Fuksani, ndërkohë që ne po presim ose jemi me politika për të shkuar drejt Bashkimit Evropian, pse janë këto politika ndaj fermerit dhe nëse ne jemi kaq skeptik dhe e shohim jo të zhvilluar siç duhet, ndërkohë sinjalet nga Bashkimi Evropian, fondet kanë ardhur herët që ne të përgatitemi për të qenë pra në këtë strukturë me produkte konkurruese, të qëndrueshme e të tjerë, edhe sipas standardeve që kërkon pra BE-ja. Ne deri tani, si e lexojmë, me çfarë modeli po shkojmë në Bashkimin Evropian në raport me bujqësinë, në raport me fermerët? A do të munden ata të mbijetojnë përballë atyre që janë agresiv në tregje, ku do të ndryshojnë në fakt edhe rregullat e lojës? Konkurenca nuk do të jetë kjo që është. Pyetja juaj është shumë e rëndësishme, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe kemi vendosje të viteve 2027-2030 për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po e them me bindje që për bujqësinë shqiptare, për fermerin shqiptar, për përpunuesin shqiptar, kjo nuk do jetë një ditë shumë e lumtur, sado e largët që jetë ajo, sepse fermeri shqiptar, përpunuesi shqiptar nuk është i përgatitur për konkurrencën e ashpër me fermerët e Bashkimit Evropian. Pra unë e thashë çik më përpara që ne nuk po mund të konkurrojmë fermerët e rajonit të Maqedonisë, Kosovës, Serbisë si pasojë e mbështetjes shumë të paktë që ka bujqësia shqiptare dhe fermerët shqiptar, të mos harrojmë si pasojë e mungesës së fondave të IPART-it. Pra ne kemi 3 vite që në qoftë se gjitha vendet e rajonit mbështeten me fondet e IPART-it, ne nuk kemi asnjë lek nga fondet paraderuese. Për ta lënë diskutimin e fondeve me një anë, është shumë e rëndësishme që fermeri shqiptar të përgatitet për konkurrencën e ashpër, që do vinë shumë shpejt. Dhe ajo që është instrumenti që ka qeveria në dorë janë pikërisht skemat mbështetëse ose si thua paratë që injektohen nga fondet e buxhetit shtetit. Në radhë të parë këto paratë janë të pamjaftueshëm, sepse bujqësia jep rreth 16% të GDP-s në ekonominë shqiptare dhe nuk merr më shumë se sa 0.46% të GDP-s si mbështetje për bujqësinë. E kuptoj. Për të vazhduar me tej, skemat mbështetëse të qeverisë shqiptare nuk janë në linjen me Bashkimin Evropian. Sepse mi bazuar në politikat e kapit 2023-2027 që është sot në fuqi, kapi është politika të përbashkëta për bujqësinë të Bashkimit Evropian,
duhet që rreth 25% e gjithë skemave mbështetje duhet të jenë friendly me mjedisin. Duhet të jenë pra skema që shkojnë në mbështetje të mjedisit, të zonave të malore, aty ku si thuaç ka një rëndësi të mbajtjes së këtyre fermerëve pikërisht në këto zona që të ruhet mjedisi, që të ruhet ekosistemi e kështu me radhë. Së dyti, politikat e përbashkët në Bashkimin Evropian kanë politika shumë të dedikuara për fermat e vogla. Pra imagjinoni Franca dhe Gjermania ka një shumë të përçdovitshme që mbështesin fermat e vogla. Kur ne gjithë Shqipëria nga 350.000 ferma që kemi një sipërfaqe rreth 1.2 hektar, ne nuk bëjmë politika të dedikuar pikërisht për këto fermerët e vegjël, por përkundazi vendosim kufi mbi 3 hektar në një farë mënyrë me një terren të lapsit i heqim nga skemat mbështetëse. Ka pastaj një politikë kapi të përcaktuar për mbështetjen e frutave dhe perimeve dhe vreshtit, që shkon deri 20% të gjithë shumës që duhet të vendoset për mbështetjen e bujqësisë. Pra, si thuaç, edhe mbështetja që jep nga qeveria shqiptare si instrument për të avancuar fermerët në drejtim të afrimit me Bashkimin Evropian janë të mangëta. Pa fol pastaj për sigurinë ushqimore, që për mendimin tim është një fushat më të prapambetura të ekonomisë shqiptare dhe duhen vite e vite që ne të bëhemi të pranueshëm në Bashkimin Evropian për sa i përket cilësisë, sigurisë ushqimore, gjumbushmërisë e kështu me radhë. Unë të falenderoj që më bashkove sot, do t'jemi besoj sërish së bashku, sepse kërkon një vëmendje të shtuar në fakt sektori i bujqësisë, të paktën nga ne që kemi këtë hapësirë dhe të kuptojmë realisht atë se çfarë po ndodh. Kështu që faleminderit. Duhet të them diçka të fundit në qoftë se më lejoni. Po, të lutem, po. Ne mundohemi që ti ngrejmë problemet ekzistuese në mënyrë të tillë që të binë në veshin e vendimmarrësve dhe të ketë mundësi që të përmirësohet. Sepse duke hequr edhe ne specialistët nuk e ndihmojmë fermerën shqiptar, nuk e ndihmojmë madje as Ministrinë e Bujqësisë, sepse ato mendojnë se po veprojnë mirë dhe gjithçka është në rregull. Por me besoni, unë kam një eksperiencë gjatë në negociatat me DG Agri në Bashkimin Evropian, ato janë shumë të ftohtë dhe do vinë hap pas hapi diskutimet konkrete, prandaj duhet të merren masa që tash që mos të ndodhemi para situatës që Shqipëria mund të mos integrohet vetëm nga bujqësia dhe nga siguria ushqimore. Faleminderit. Unë ndërsa edhe këtë tjetër, ajo vetëm që janë të ftohtë, po ata nuk falin as 1 cent të parave të taksa paguesve të Bashkimit Evropian, as për Shqipërinë dhe as për kënd tjetër, sepse këtë ne po e ndjejmë dhe sot, se ju e përmendët pak me IPARD-in, ku jo vetëm kërkojnë që të hetojmë dhe na erdhën në tavolinë dokumentat, po kërkojnë që t'ju kthejmë çdo qindark mbrapa. Pra më shumë kanë probleme pikërisht me kthimin e këtyre parave sa tek procesi ynë i brendshëm, nëse po i hetojmë apo s'po i hetojmë, po i çojmë në burg ato njerëzit që paratë e bujqëve i bën vila. Ato kërkojnë 33 milion euro të kthehen mbrapsht, ose të ngrihet një procedurë e cila garanton kthimin e tyre mbrapsht. Janë qartë në atë. Ne do t'jemi sërish së bashku besoj javën që vjen për të folur edhe për IPARD-in. Faleminderit. Mirë se kënaqësi. Përshëndes.